Asnjënit nuk i lejoj të mendoj se është më shqiptar se unë vetëm për arsye fetare. Asnjënit. Asnjënit. Se Kosovën e mbrojtën muslimane, katolik, krejt që deshtën ta mbrojnë. Shqipëria u bë Shqipëri, pse ta tillë e dojshin shqiptarët musliman, shqiptarët katolikë dhe shqiptarët ortodoks. Alfabeti shqiptar u aprovua si i tillë, pse ta tillë e dojshin hoxhallar, prithrin, gjithë. E nëse është kështu, atëherë unë s'kam çfarë provimi t'jap për të dëshmuar se jam aty ku është shqiptaria. Unë s'mund t'jap unë një provim tepër, vetëm pse qenë ka musliman. Pse? Pse Islami qenë ka fe lindore. A ç'është krishterizmi? Në cilën kryeqytet të Evropës u lind krishterizmi? Që ai tjetë më evropian se feja ime. Feja ime është më evropiane se krishterizmi. Këtu a them me plot bindje. Feja apo aq evropiane sa edhe krishterizmi. A mund tjetë edhe më evropiane se krishterizmi. Ju thash edhe arsyet, ju thash edhe disa shembuj. Feja islame s'ka pse ndjet inferiore. Njerëzit e bëjnë fen që të ndjet këtill ta tillë.